Shpejt erdhi edhe nëntori. Ky muaj ka shumë rëndësi për shqiptarët. Dihet mirë që më 28 nëntor të vitit 1912 u shpall pavarësia e Shqipërisë. Pas koljekteve shekullore, shqiptarët e formuan shtetin e tyre edhe pse u drejt jashtë kufijve të Kosova, një pjesë e Maqedonisë dhe shumë vite të tjera shqiptare. Prandaj të dashur nxënës, për këtë muaj keni arsye të festoni për ditën e flamurit dhe ditëlindjen e heroit Adem Jasharit. Nëntori në përgjithësi ka shumë rëndësi në historinë tonë kombëtare, por edhe në historinë tonë më të re. Në Kosovë kjo festë është emëruar si festë të shqiptarëve. Dhe me 28 nëntor të gjithë dalin dhe festojnë për të treguar se kjo datë mbetet festë e dashur të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Dorontina Musliu e se sa është i shtrenjtë Adeu. Sa është i shtrenjtë Adeu. U futa në mendimet të thella dhe vendosa të shkruara për temën se e dua Adeun. Për Adeun tem, për vendin tem, për këtë tokë ku kam lindur dhe ku i kam mësuar fjalët dhe shkronjat të para. Nganjëherë kur kemi kushtet e vështira, disa prej nesh ja kthejnë shpinën Adeut për të siguruar ekzistencën ekonomike për familja. Është afshat e hidhur ajo që fitohet larg vendinjat, por ekzistenca kërkon sfidë në jetë. Adeun e dua, sa malet e mbuluar me vlerën dhe burg. E dua sepse aty ju thash, u linda dhe u rrita, u edukova, pash ndërmjetëtar, bëra lojën e parë, qesha dhe këndova. Dëshiroj që tek Adeu të mbetem deri në frymën e fundit. Adeun e dua, sepse e rëmon ndryshe toka. Edhe luja, edhe baje dhe këtërima e zohët. Fiorentina Telmani, ese 28 nëntore. 28 nëntori është një ditë e madhe për popullin shqiptar, ku me 28 nëntorit 1912 në Florë Ismail Qemali ngriti flamurin shqiptar. Kjo datë që në realizimin e ëndrrës të popullit shqiptar. Me 28 nëntori i gjithë vendi kudo që ka shqiptar shkëlqen nga ngjyra kuqeze. Por nuk duhet ta harrojmë dhe shumotra e vëllezër që e fliuan jetën e tyre për atë. Shqiptar i lehtë ju fqof dhe ju shqiptar. Lutina Berisha, e se dita flamurit kombëtar. Dita e flamurit kombëtar. 28 nëntori është dita e flamurit kombëtar. E festojnë të gjithë shqiptarët. Anë pa vendeve ku jetojnë. Flamurin e parë shqiptare ngriti Skënderbeu në kryeën legjendare. Pas vdekjes së tij, ky flamur u zhduk nga Perëndia Osmane. Pas një zhdukje 400 vjetë, në 28 nëntor 1912, Ismail Qemali arriti ta ngrijë prapë këtë flamur në kryeën legjendare. Flamuri i kuq me shqiponjen e zërit dy krenare tani valon i lirë edhe në Kosovë. Venes Dukolli e se 28 nëntor. 28 nëntore, me 28 nëntor 1912 u ngrit në qytetin e Vlorës nga dora e Ismail Qemalit flamuri kombëtar. Flamuri kombëtar u ngrit mbas 400 dhe disa vjetësh. Flamuri kuq është flamuri më i vjetër. Ky flamur është i Skënderbeut, por pas vdekjes së tij vdiq edhe flamuri, sepse u harrua mbas një arresti prej 400 vjetësh e zbuloi një student shqiptar. Studenti shqiptar ishte Faik Konica. Liria fitohet e nuk durohet. Liria fitohet e nuk durohet. Të jesh i lirë do të thotë shumë, sidomos në shqiptarët. E dim shumë mirë, më mirë se çdo kohë çdo të thotë të fitosh liri. Liria për të cilën shumë njerëz u vron. Pra, një nga shembull mirë që liria fitohet e nuk durohet. Për të duhet ta përfituar çdo gjë, madje edhe gjoku. Të jesh i lirë është sikur të fluturosh në qiellin e hapur, dhe gjë që të mos pengosh. Të jesh i lirë do të thotë të jetosh. Liria është gjithçka që mund të duhesh në ta. Ana Bazja, Dunes Mehmeti 28 nëntore. 28 nëntori. Sot në klasën time mësuesi na ka treguar për ditën e flamurit, ajo na ka shpjeguar. Na tregoi për historinë e Skënderbeut, për Ismail Qemalin dhe për tërë Mamallën. Vala e flamurit në dorën e shqiptarit si vala e detit nga era e sharrit. Ardinën e Xhepi 28 nëntore.
28 nëntor, 28 nëntori, ditajnë kombëtare, festohet për qytetarë, ndërtroi qiptar, Ismail Qemali, vriti flamurin në vlorë, flamurin për qezek që ndismi të Amerikanë. Deri Xhepi 28 nëntore. 28 nëntori, dita në veçantë, sot e festoj, ne këtë ditë me gjak dhe krenari e fituam, sot 28 nëntori e festoj me gëzim dhe are, së është dita jonë tradicionale. Donita i Stupi 28 nëntore. 28 nëntori, me për atë unë tonë pike 5 të ndatë, resuam me përbus, resuam me përparë, tjo prakur malëve, o shkëmbini Shqipëri, edhe të vlurës me flamurin të diri. Sa e vjen 28 nëntori, dhe mra bu malë, të ndarën dhe jemi, o Ismail Qemali. Veta Mane Adem Jashari. Adem Jashari ishte i pari, i tregoj botës, qka kon shqiptari, qarku i disot, ku do bën drit, Kosova është e lirë, emri ti në rritë. Veronika Hilaj me Vida Balci, medaljon për Ismail Qemali. Medaljon për Ismail Qemali. O burri rrallë i njerëzis, zhveri vlurës dhe i Shqipërisë, gjithandej nga afërove, fortunat e shumta i kalove. Në qytetin e historisë, ngritet flamurin e pavarësisë. Ju pushtues, ju Tiranë, mos varë mërë së Shqipëria, këtu s'ka vend tirania.